Pra në këtë situatë, kërcënimi për vrasje është në letra, është në dokumente, është e shkruar në vendimin e gjykatës si e tillë. Dhe policia e Kosovës nuk din, kur po e them nuk din, po e them me kompetencë plot për shkak se e kemi auditu, me hetu rastet e dhunës familje. Nuk i mbledh të gjitha provat në hetimet e rasteve të dhunës familje. Çdo kush që e thot në mënyrë serioze një fjalë të tillë, ka me vrarë dikon, ka me lëndu dikon, ka me sulmu dikon fizikisht, duhet me marrë trajtim për institucione. Pra në këtë situatë, kërcënimi për vrasje, qoftë në rrjetet sociale, qoftë direkt, qoftë indirekt, do të më marrë në trajtim për institucione. A kemi informata, a e ka raportu familja edhe gruaja këtë që ka me vrakur del për? Është në letra, është në dokumente, është e shkruar në vendimin e gjykatës si e tillë. Dhe kjo duhet më trajtu. Pra në situatat të tilla na nuk mujmë me relativizu kërcënimin. Kërcënimi për vrasje duhet më trajtu dhe duhet më pa. Personi e ka bë sepse ka dashur me bëj garë dhe në këto situata konstatohet se ka dashur me bëj garë dhe në këto situata duhet me shku në trajtim prapë se nuk mundesh me bëj garë tu e kërcënon njërin për vrasje, konstatohet në rast se ai është person i smut psikikisht. Duhet me shku në trajtim. Konstatohet në rast se ai ka predispozita me krye aktin, duhet me shku në burg dhe duhet mu trajtu si i tillë. Konstatohet nëse ka qenë shumë serioz, do të burgu me qenë më i gjatë dhe i njëjti me u risocializu, konstatohet në rast se ky edhe vlerësohet potenciali që personi me kry aktin dhe trajtohet rrethi dhe trajtohet në mekanizma të tjerë. Këto gjëra në shumë prej situatave trajtohen në mënyrën. Për ty, a është dënimi i mjaftueshëm që kemi pas edhe kërcënim për vrasje, edhe dhunë ndaj gruas? A ka qenë dënimi adekuat? Dëgjom, problemi i dënimeve është sistematik në këtë rast në vendin tonë. Na jemi të përballë me dënime të ulta në rastet të dhunës familje dhe arsyeja pse jemi të përballë me dënime të ulta në rastet të dhunës familje është hetimi shumë i dobët i cili ndodh fillimisht prej policisë të Kosovës, pastaj prej prokurisë shtetit. Pra, rastet të cilat i kemi analizuar në vazhdimsi, rastet të cilat i kemi audituar si organizatë, na kanë treguar që policia e Kosovës nuk din, kur po e them nuk din, po e them me kompetencë plot për shkak se e kemi auditu, me hetu rastet e dhunës familje. Ose, më mirë të themi, nuk i mbledh të gjitha provat në hetimet e rasteve të dhunës familje. Pra, çka kemi gjetë në rastet të cilat i kemi trajtuar, është që kanë qenë 5 dëshmitarë aty, të cilët e kanë pa aktin dhe policia e ka marrë 1 dëshmitar. Ose kanë qenë 10 njerëz të cilët kanë ditë për konfliktin të cilën familja e ka pas dhe policia nuk e ka marrë asnjërin si dëshmitar, mirë po e ka qenë rastin vetëm me fjalët e gruas dhe të burrit dhe në rasti kur shkon provë kontra, kur shkojnë vetëm 2 vetë gjykat, atëherë nuk ka rrethana të cilat e përmbushin veprën, ose ka pas pajisje të cilat dyshohet që kanë mbledh prova për rastin, mirë po nuk janë çuar në ekzaminim, nuk është investuar në to. Ajo që duhet me tregu jetën këtë element është që në vendet evropiane hetimi i dhunës familje është çështje shumë serioze edhe investohet shumë pare për me gjetë shkaktarin. Për shkak se në momentin kur zgjetet shkaktari, trajtohet problemi.